بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Mëshira e Zotit raftë mi gjithë ju. Të nderuar të pranishëm, mirë se erdhët në këtë aktivitet në respekt të kontributit 20 vjeçar në shërbim të komunitetit Pukjan të Myftiut Gëzim Kopani. Në këtë event të rëndësishëm të myftërisë të Pukës dhe komunitetit Pukjan, në ndërrojnë personalitetet të lartë. Në kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Lauren Lulli, myftëri Pukës Gëzim Kopani, familtari i Kishës Katolike Tom Zetmar, drejtori i medias të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Ejub Bita, drejtori i fondacionit të njohur Mirësia Korab Kaja, përfaqësues të shoqatës dhe medreses Shkodër nga Haxhi Sheh Shamia Gëzim Duma. Po ashtu na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre deputet të Kuvendit të Shqipërisë, kryetarët e bashkive Puk dhe Fusharës, drejtues të subjekteve politike, përfaqësues të operatorëve turistik, antar të Këshillit të Myftinisë Puk, besimtar dhe sigurisht familjar të Myftiut Gëzim Kopani. Ky aktivitet i bukur, festiv mbretërenës, zhvillohet nga Këshilli i Myftinisë së rrethit të Pukës, në vlerësim të punës 20 vjeçare të Myftiut të nderuar të respektuar Gëzim Kopani. Dhe natyrisht, kjo zhvillohet në konceptin dhe decisionin e thënies profetike të profetit Muhammed, kush nuk ndëron njeriu, nuk ndëron as Zotin. Ndaj pa humbur kohë, ju ftojmë të ndiqni një dokumentar të shkurtër përgatitur me rastin e 20 vjetorit të Myftiut Gëzim Kopani në drejtimin e Myftinisë Puk. Në vitin 2004, kur rikthye në Shqipëri, mundohej studime dhe trajnime të ndryshme, derisa u vë pjesë e stafit pedagogjik në lëndën e informatikës. Një figurë që ka mishëruar për kushtimin, urtësinë dhe seriozitetin Në kurs të vitit 2004, me vendosjen e nikahut me xhaminë e qytetit të Pukës, Gëzim Kopani u martua me Eriolën, u ushtuan me 3 fëmijë, Fatmen, Enginin dhe Elifin. Nuk kaluan shumë ditë dhe Gëzim Kopani emërohet si fillim imam i xhamisë së qytetit Pukë, ndërsa në vitin 2005 komuniteti musliman i Shqipërisë e zell Gëzim Kopani mufti të rrethit të Pukës. Normale, bashkoheshim shumë shpesh për kafe dhe myftiutësin në rrethin e Pukës, të cilët i thua me dashurinë e shpirtit si vëllezër dhe motra. Kopani natyrisht e meriton një dokumentar të tillë. Prandaj ju ftoj një dorë të vite për këtë realizim artistik. Angazhimet e Myftiut Gëzim Kopani janë të gjithanshme, ndaj ftoj në skenë sekretarin e Këshillit të Myftinisë Ylli Hadroj të mbajë një. Përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në këtë takim. Paqja, mëshira dhe mirësitë e Zotit qofshin mbi ju. Selamu alejkum, nderuar besimtarë, besimtarë muslimanë. Aktivitetet zyrtare të Myftiut Gëzim Kopani në 2 dekada, 2005-2025. Këto 20 vite, falë angazhimit të Myftiut Gëzim Kopani dhe të bashkëpunëtorëve të tij, Myftinia ka zhvilluar mjaft aktivitete, të cilat i kanë dhënë seriozitet dhe vëmendje të shtuar besimit islam në rrethin e Pukës.
Ardhen krye Muftinisë të Muftiut Gzim Kopani bëre që ky institucion të marrë seriozitetin e duhur, duke e radhitur një nga institucionet më aktive në rreth e Pukës, por dhe të komunitetit musliman të Shqipërisë. Në vitet e para, Muftiu Gzim Kopani u fokusua në tërheqjen e donatorëve, certifikimin e pronave, zhvillimin e aktiviteteve fetare, kulturore dhe sociale në gjithë rrethin e Pukës. Ai së bashku me Këshillin e Muftinisë krijoi protokollet e vizitave zyrtare brenda dhe jashtë vendit, pritjen e personaliteteve dhe donatorëve të ndryshëm, duke i dhënë kështu seriozitetin e duhur këtij institucioni. Ma i krahë kanë përpjekje femine mënësosje, po për të vazhduar këto tradite për rrugën e trashëgimisë kulturore, etnografike dhe folklorike të trajnës së Pukës, unë do të tani në skenë një grup artistësh të vegjël, valltar, të qenës kulturore të Kpive, me një vallë të bukur, masive, dinamike e si dhe kurse të ndryshme për arsimimin e fëmijëve dhe trajnisë kiane, padallin. Në vitin 2005 u fokusua në forcimin e arsimit islam, duke hapur mektebe dhe shtimin e nxënësve të fëmijëve në kurse si mësim besimit islam, informatik, anglisht, arabisht, probaqësi e tjerë. Numri i nxënësve në mektebin e Pukës shkoi deri në 170 fëmijë, por lejuar në vitin 2007 në hapjen e mektebit veror në qytetin e Fushasit, ku regjistruan 9 fëmijë, për të arritur në vitin 2008 me blerjen e një shtëpie me qëllim zhvillimin e kurseve islame. Për herë të parë, Muftiu hapi mektebin Rape, ku numri i fëmijëve shkoi deri në 25. Muftiu rihapi mektebin në xhaminë e fshatit Çarrëk dhe atë të Ibadës. Në këto mektebe morën mësim mbi 150 fëmijë. Gjatë këtyre viteve, për nxënësit e mektebeve u zhvilluan shumë ekskursione brenda dhe jashtë vendit, si dhe konkurse të ndryshme, po ashtu edhe kampinge verore. Nëpërmjet donatorëve të ndryshme, në 20 vite, Muftiu Gzim Kopani arriti të mbështesë me bursa 3 vjeçare 27 studentë. Në këtë vite, Muftiu Gzim Kopani shpërndau 950 dhurata të ndryshme për fëmijë, 160 pako me mjete shkollore, 180 çanta, 190 këpucë dhe atlete, 120 gjupa dhe gjiboksa për fëmijë. Përveç arsimit dhe mendjet veçantë, Muftiu i kushtoi edhe ndihmës ndaj shtresave në nevojë. Që në vitin 2005, Muftiu Gzim Kopani falë mbështetjes së përfaqësuesit të fondacionit Hydaj, Rafel Bilac, dhe të bashkëpunim me fondacionin turk Deniz Feneri, u erë në ndihmë me paku ushqimore 350 familjeve dhe veshmbathje të ndryshme. Në këto 20 vite, mbështetja sociale konsiston në paku ushqimore, miell, mish kurbani, veshmbathje ndryshme, batanie, jorgan, soba, dru zjarri. Të ndëruar drejtues dhe përfaqësues të institucioneve vendore, po ashtu dhe qendrore, përfaqësues dhe drejtues të partive politike, shoqatash dhe fondacione të ndryshme, besimtarë e besimtare të pranishëm. Në radhë të parë, më lejoni që të shpreh dhe të përcjell përshëndetjet e selamet e kryetarit të komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Bujar Spahiu, për këtë ceremoni dhe këtë aktivitet shumë domethënës dhe të rëndësishëm
jo vetëm për qytetin e Pukës, por për të gjithë komunitetin musliman të Shqipërisë. Padyshim, i nderuar mufti, 20 vite nuk janë një periudhë e shkurtër. Aktivitetet të cilat u pasqyruan këtu janë të asaj natyre dhe të shumta të cilat e pasqyrojnë më së miri këtë aktivitet 20 vjeçar, këtë detyrë, këtë pasion, këtë privilegj dhe këtë përgjegjësi që komuniteti musliman i Shqipërisë të ka vendosur mbi shpatull aty si gëzim. Të falenderoj për të gjithë angazhimin, për kushtimin tënd, të gjithë punëve të cilat dhe për kushtimit të treguar deri tani dhe të uroj sukses mufti në angazhimin dhe në punën tënde të vazhdueshme dhe Zoti ta shpërblet për çdo punë që ke bërë dhe Zoti të dhënë sukses e të dhënë dëshirë e vullnet për të gjitha punët në vazhdim. Faleminderit edhe një herë, mirë. Famultarit të Kishës Katolike, Dr. Z. Mark. Një ditë gjithë, pari falenderoj shumë për ftesën dhe që ne në këtë mundësi të më gëzu dhe më festu zbashku për ftesë përzemërsisht dhe nësë fitarën e Komitetit Musliman Shqiptar, gjithë ju të ndëruar, i dashur me të një gëzimi. Pari dëshiroj që falenderoj Kryusin se ka dhënë një zemër tillë për me pranu një mision tillë, sepse shërbimi është një mision. Njëkohësisht me këtë mision të uroj edhe vazhdimësi të marrë që vërtet me hirin e Kryusit të jesh një njeri i cili sjell besimin, një njeri i cili sjell mirësi, sepse ku ka besim ka mirësi, ku ka mirësi ka paqe, dhe njerëzit kanë nevojë për paqe. Faleminderit për Sot si jo Pukjan, sa e që vinë punë ndjenë mirë. Në vërtet, dhe ku ka më mikë të ndjenë në gjithë profesorit fetar, në inaugurim xhamie dhe në plotësim muftinie. Ashtu dhe të kishë dhe tjetë. Këto janë mesazhet që të shqiptarët i kemi çuar, duhet i çojmë jo vetëm për ne dhe për botën. Vëlla gëzimi ju uroj suksese, Zoti të shtohë takatin. Ky 20 vjetor nuk është një riangazhim, një lodhje, na ke lodhjen e fondacionit dhe ne shoqatave dhe komisione që do të gjithë me kërkesat tuaja, me punën tënde, dhe besoj që këto takime dhe motivim dhe nxitje gjithashtu janë një lloj detyre për ne që të punojmë më shumë bashkë. Komisja, unë këtu kam pas rastin të shkoj në këtyre zonat shumë të larta, shumë vështira, të rrezikshme, të cilat vetëm në Pukë kam kaluar deri tani, akoma s'kam ndodhur vetë tjetër të Shqipërisë, dhe kjo sajt kombuljes tonë të konsonatë. Zoti të dhon mirat, begati, Zoti të pranoft mundin, dhe inshallah gjithë bashku ne mundohemi të punojmë më shumë për punën për Shqipërinë tonë që ka nevojë për modele të tilla. Nderuar profesorë të institucioneve shtetore dhe fetare, nderuar mufti i Pukës, Hoxh Gëzim Kopani, nderuar kolegë vëllezër dhe motra. Të respektuar pjesëmarrës qytetarë të Pukës dhe ju të rinj që përfaqësoni shpresën e kësaj treve fisnike. Sot me një ndjenjë të thellë nderimi me njohje, kam privilegjin që të jem para si profesor i fushat Istanbul në një aktivitet që mbart jo vetëm simbolikën e një vlerësimi publik, por edhe peshën e një reflektimi shoqëror. Ky takim i sotëm i titulluar me shumë hënë Gëzim Kopani në shërbim të komunitetit të Pukës nuk është thjesht një aktivitet ceremonial, ai është një manifestim i vlerës për njeriu që ka qëndruar si urë midis dijes dhe shërbimi, si simboli qetësisë në kohë sfidash dhe si shembull i përkushtimit të heshtur, por të qëndrueshëm. Shoqata Istanbul, e themeluar mbi vlerat e arsimit, shërbim komunitar, ndihmë sociale dhe forcim të bashkëpunimit ndërinstitucional, ka gjetur ndër vite bashkëpunëtor të çmuar në mbar Shqipërinë, por bashkëpunimi në ftininë e Pukës në krye me Hoxh Gëzim Kopanin është një nga përvoja më të thella dhe më të qëndrueshme që na ka frymëzuar dhe motivuar për të shkuar edhe më tej. Të nderuar aktorë të Këshillit të Muftinisë Pukë, të nderuar kryetar të Bashkisë së Pukës dhe fushashët, të nderuar zotit deputet, miq të ftuar që një pjesë e kësaj ceremonie kaq emocionante dhe kaq bukur, e rralla ndoshta në llojin e vetë organizuar në qytetin tonë, në nder dhe në respekt të punës 20 vjeçare
të bashkëdhetarit tonë të nderuar, mjeftiut Pukës, zotit Gzim Kopani. Unë realisht kam dhe fije emocionin për të flasë pasi kam qenë bashkëdhetar e gjithë aktivitetit Gzim Kopani që në fillimit e aktivitetit si mjefti i Pukës, në këtë kam marrë pjesë kryesën e të gjithë të aktivitetit që u shfaqen para jush para pak minutash. Ajo çfarë u tha për Gzimin ndoshta shumë pak mbi atë gjithë mund dhe sakrificë dhe përkushtim që Gzimi ka realizuar gjatë gjithë aktivitetit të tij 20 vjeçar. Unë nuk do të zgjatem shumë në pjesën pasi e thanë para folësit të gjithë ata që morën fjalën dhe ato që pasuron në komentar, por një herë vapor të shpreh respekt dhe mirënjohje për dy prindërit e Gzimit, i cilët i kanë bërë dhuratë kaq shmorë qytetit Pukës, për zotin Qazim Bashkë Bashkëshorën e tij. Po ashtu, gjithë familjarëve dhe gjithë pjesëtarëve të fisit Kopani që mbajnë të emër kaq larg, por që i bajnë nder në Pukës me gjithë aktivitetin intelektual të fushave të ndryshme, me bashkëdhetar të nderuar të respektuar që i kanë dhënë emër Pukës në vite dhe spasi të ndodhë ndryshme që të Gzimi pjesë e këtij ansambli të kësaj familje të shkëlqyer dhe përkullueshëm të gjithë pra të Kabashit dhe të Kopanit në veçanti. Gjithashtu, edhe njerëzve të tij nga Daja, pasi është një plashesh dhe pa diskutim edhe është një pjesë shumë e rëndësishme pra një prodhim i gjithëtamshëm që Gzimi. Falenderoj për fjalët e tyre të gjitha personalitetet që vlerësuan trajnimin ton, mjeftiun e nderuar Gzim Kopani. Zoti Gzimi, do më falësh se ti na thuaj gjithmonë kujdes skaletin. As një fjalë me shtu, as një fjalë me heq. Po të kërkoj falë sepse tani kemi diçka për ju surprizë. Dhe surprizat janë gjithmonë të bukura dhe të këndshme. Atëherë, teknika mund ta ndihmoni pak me surprizën për mjeftimin e Kopanit. Bravo! I nderuar Frank, ka vënë re që mjeftiun vazhdimisht të bën pjesë të aktiviteteve. Si e shpjegon këtë? Po, shpjegimi është shumë i thjeshtë. Ai Puka është një qytet shumë interesant, është i veçantë, është një xhavahir i harmonisë, i dashurisë dhe i bashkëtesës. Ne jemi artistë, ne shfaqosim shpirtin tonë krijues për realizionin, për aktivitetet më kulturore artistike, për mobimin e libërsh e tjera e tjera. Pra, jemi pjesë e këtij qyteti të bukur. Atëherë të ftoj të interpretosh poezinë e krijuar kohë më parë në respekt të mjeftiut ton Gzim Kopani. Stena për ju. Një mjefti që sot ka Puka plot mirësi me fjalë të urta, i palodhur në këtë male larg e ngre fenë islam. I bie Pukës anë për anë, me shpirt pastër, me shpirt human, që i bërën nga mirësia i beku, nga Perëndia, i palodhur, plot energji, e për Puka në çdo shtëpi. Fjala e tij bukur të gëllon në fetha, kur ligjeron. Ne do të vitim më të panë, se nuk prish po, ne? Vjen nga goja veç vërteta vlerë hyjnore, thonë ashtu bashkëjetesa. Në këtë bjeshtë të madhësisë ka shtu sofrën e harmonisë. Fe e paqes thotë është Islami, e të bekosës Zoti, o Gzim Kopani, për shëndjet në kryet mjeftinisë, meri Pukës i muslimanisë. Katolik dhe musliman, merhaba, të tanë të mëjë. Edhe njëherë një duar të kitje të fort për artistin dhe regjisorin e njohur Frank Dukaj. Atëherë, ne, këtë aktivitet të bukur, si çdo fillim, ka dhe një marim. Ju shikoj si ne keni njeh me shumë vëmendje dhe ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për kulturën dhe civilizimin që treguat sot kjo audientë e mrekullueshme. Ne vetëm pak, në ka intervista për atë, unë mendoj që tani kolegja Sara Demushi do të na thotë disa gjë. Na informuan se një ish në zonës si mjeftiun, tani kolegë dëshiron të përshëndesin mjeftiun, ndaj këtoj në skenë Erjon Laçi,
i cili në fillim hapi aktivitetin me disa fjalë nga libri i shenjtë i Kuranit. Selam aleikum. Të nderuar të pranishëm, sot kam kënaqësinë të ndaj disa fjalë që vijnë nga zemra për një njerëz që vetëm e respektoj thellësisht, por me cilin kam pasur dhe kam fatin deri në kolegët të punojnë bashkë, me ftyrën e nderuar të Bukës Gzim Kopani. Njohja ime me ftyrën nuk është thjesht një takim i rastishëm apo një marrëdhënie formale, është një përvojë që ka lënë bresa, një marrëdhënie kolegiale që më ka pasuruar si njerëz dhe si profesionist. Si kolege kam parë nga afër përkushtimin e tij, seriozitetin dhe mënyrën dinjitoze me cilin ai përpason vlerat fetare dhe njerëzore. Me çdo takim apo diskutim apo bashkëpunim me tonin më ka bërë përshtypje qetësia që përcjell, mençuria me cilën flet dhe mbi të gjitha thellësia shpirtërore që e karakterizon. Ai është një njerëz që jeton me sinjë dhe nuk e shfaq për sy dhe për faqe, por ambart me çdo veprim, me çdo fjalë, me çdo çndrim. Të jesh koleg me një figurë të tillë është një privilegj, por edhe një përgjegjësi. Ai nuk është vetëm një udhëheqës shpirtëror, por edhe një shembull frymëzimi për gjithë ne që punojmë në shërbimin e komunitetit. Personalisht, ndjem me fat që e njoh dhe që kam mundësi të bashkëpunoj me të, dhe që çdo ditë mësoj diçka të re, qoftë përmes një bisede të shkurtër apo një shembulli konkret. Myftimi Gzim Kopani është një pasuri për Bukën, për komunitetin tonë dhe për gjithë ata të cilët kanë fatin ta njohin nga afër, me respekt dhe mirënjohje. Nderuar kolegë, tashmë ka ardhur momenti të dëgjojmë ato për të cilin jemi mbledhur ditën e sotme. Myftimi Gzim Kopani. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në emrin e Allahut mëshirues dhe mëshirëdhësit. Të nderuar pranishëm, i nderuar në kryetarit të Vendit Musliman të Shqipërisë, kryetarët e bashkive të Bukës dhe Fushallës, deputet drejtues të forcave politike. Du t'ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj, të nderuar motra dhe vëllezër bukian, në mënyrë të veçantë juve që keni ardhur, pjesëtar të familjes time. Unë kam pas planifikuar me fol diçka gjatë, por me qenë se kanë folë mjaftueshëm, nuk do të flas atë që kisha përgatitur. Falenderoj Allah për Allahun xhaleshanuhu që më ka dhënë mundësinë që unë të përdorem për mirë bashkë me miqtë e shokët e mi, edhe të tjerë bashkë me ju musliman të rrethit Bukës. Nëse myftinia ka ardhur deri këtu, nuk ka ardhur saj vetëm punës time, por nga ardhur saj të gjithë juve këtu pa dallim fetar. Kështu që shpresoj që ne të gjithë bashku të ecim vetëm për mirë, ta duam edhe ta respektojmë një tjetrin, sepse jeta është shumë e shkurtë dhe kena nevojë për fjalë të mira, për dashuri dhe respekt për njëri tjetrin, për më tepër edhe kur nuk do të jemi në këtë botë. Unë kërkoj ndjes se e tha edhe Frani pak më parë, se ka lejt pak të skaleta, por edhe familja me surprizoj. Po mirë atë, po, edhe këtë që i kam këtu nuk të tregon gjallë, kështu se ka ndjehet shumë familjes. Faleminderit gjithë bashkëpunëtorëve, Këshillit Myftinisë, në të veçantë Fadil Huseni, i cili është angazhuar me video dhe me përgatitje të tjera, anëtar Këshillit Myftinisë, me sekretarin e Myftinisë, edhe tash për mos me gabime, se do të harrohen gjëra normalisht, sepse kurse marrë ata që kishe përgatitur, harrohen, kështu që do të falenderoj edhe Pallatin e Kulturës Bukë, Qendrën e Kulturës të Fëmijëve, dhe shumë faleminderit që më dëgjoni. Baba dhe Allah se s'ka mund të ju po respektohu mi thonë fjallë, po pesa si për thonë tjerë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Bravo. Do t'i gzimi me lule, i meritar. Që është ke bukuroshë këtu? Mis buka kjo? Tane, komuniteti musliman i Shqipërisë ka menduar të të nderoj me një vlerësim. Vetë me kryetarin e këtij komuniteti.
Nderuar mësim, certifikat vlerësimi. Kjo certifikat jepet zotit Gzim Kopani me rastin e 20 vjetorit të emërimit si mufti i Bukës me motivacionin për kontributin e çmuar në forcimin e jetës fetare, edukimin e brezave dhe ruajtjen e bashkëtesës ndërfetare, si dhe për përkushtimin e vazhdueshëm në shërbimin e komunitetit dhe promovimin e vlerave të paqes, harmonisë dhe mirëkuptimit. Me mirënjohje dhe respekt, Haxhi Bujar Spahiu, kryetar i Komunitetit Musliman të Shqipërisë. Faleminderit në kryetar të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, por ashtu edhe të kryetarit të Komunitetit Musliman Haxhi Bujar Spahiu. Shumë faleminderit për vlerësimin, ky vlerësim edhe këto fjalë të mia që janë thënë sot. Nuk ja dedikoj vetëm vetes, por gjithë ju dhe muslimanëve të rreth Bukës për dallim. Po ashtu në emër të Komunitetit Musliman të Shqipërisë dhe Komunitetit Bukjan, të urojmë dhe shumë vite të tjera në drejtim të muftinisë dhe jo vetëm. Tani, në moment përmor, atë arrëndësimi që falon para nga 23-4 minutash, jashtë të vjenë të vajzur, bukurosh të qytetit e Bukës, do të kërcejnë një valle të bukur festive, që të të ndezë, të të flakërojnë të shkejnë. Është kjo puna që ka bërë metodistja që thashun Faria Kraja. Një suksesit një të vite për këtë punë. Të fëmijëve Bukjan përpunon dhe ky aktivitet në vlerësim të aktivitetit